Vëllezër, motra të nderuara. Me kujdes edhe me Zotin para. Kur Musas i foli vetë, kjo është koncepti që për gjithë ne ka surprizat jashtëzakonshme. Ti ke ëndra, për shembull, më shumë e kam për trit. Se ëndrat ati që është 40 e mbrapa, akoma më shumë 50 e mbrapa, akoma më shumë ai që është 60 e mbrapa, është ëndra me shku në xhenet, më mbaroj. Jo, se shoh sa tuni kokën, nuk është kështu. Shoh për atë që ka kuptu fen, po ç'a dëgjoj unë, qofsha gabim, njerëzit që po e humbin më shumë të ruan, që nuk janë me Zotin, janë ato 40 deri 55 vjeç. Dhe unë e di sekretin pse e kam thonë dhe parë në një muaj e gjys, se kur kalon 40-ën, po shko për 50-ën, kalon 50-ën, po shko për 60-ën, thu iku jeta. Dhe kthehesh në adoleshencën e dytë. Por, po ta them dhe gjë, mendimi që nuk e kam praktikë se unë sri me shumë njerëz, po që më thojnë, që nuk po ka tek i pjesë, janë i pjesë brilanta, janë familjar, janë të këndshëm, duan të shkojnë në xhenet, janë njerëz me virtyte, po themi pjesë kanë mbetur në atë që se kur je për shembull adoleshent i parë, 16, 17, 18, jam se e kam jetën parë, nuk e ndjen. Për shembull, 15 deri 25 duket i soi. 25, 35 deri 35 nuk ka ndonjë ndryshim të madh. 35 me 45 ka. 45 me 55 ka shumë. 55 me 65 normal. Dhe kur je ke besimi i madhit Zot, ti fillon menon shumë për xhenetin dhe jep hakun jetës saj bote, dhe në këtë moshë ti je se do të jesh shumë me stabilitet, se do marrësh prindrit e do marrësh fëmijët, e do respektosh bashkëshortë, e do jesh dinjitoz, ti nuk mund të çdosh në moshën 40 e mbrapa, sepse ti nuk je më vetvetja, ti po mban një bosh të madh familjar. Po nëse hutohesh në këtë moshë, kthehesh në adoleshencën e dytë, po ku është i problem? Adoleshenca parë dhe shkon. Adoleshenca e dytë nuk përshtaten më ato veprime me moshën, dhe pa dashje bëjmë i qesharak. Pra nuk mund të bëj një njeri 45 vjeç, 40 vjeç, 50 vjeç, 55, 60, atë që e bën një 16 deri 20. Ore ka që i bojnë, por nuk shkon, sepse tashmë fiziku ka arrit moshën e duhur, ca thinja kanë dalë në horizont. Ti tani e bë me fëmijë vet. Fëmija është bo 15 vjeç, thot, mashallah baba bo si fëmija 15 vjeç, nuk shkon vlla dhe motër të begatofti i madhi Zot, por po e le veten shkon. Po e lam veten shkojnë, bojmë dhe më keq. Se thu iku jeta, të bëj çat bëj këto vitet e fundit. Se po i bën ti këto vitet e fundit, u bë kiameti. Po ç'a? Pasi gjë prapë për tu thuke. Do kujdes. Qofsha gabim, po kur thash që 40 deri 55 deri 60 fillon për xhenet, pash disa nga vëllezërit që tunçin kokën, nuk kujtu njëri që më tha, kam pa 40, 55 janë kthyer në adoleshencë dytë. Hasha lila, Zot na ruaj. Amin. Thuaj amin. Thuaj amin se Zoti na ruaj. Kush mendon që çan vet, pra unë jam i Zotit, ta përballoj çdo gjë vet, Zoti e lën klas. Kush thot që do përpiqem maksimalisht, po kam Zotin para, ky i arrin gjitha. Edhe ne kemi fjalën e famshme, vendosi Zotin parin, s'ka mundësi kur që ti të mbetesh i fundit. Inshallah Zoti na i ka dëgjuar këtë fjalë, na i ka pranuar. Amin ya rabbel alamin.